Si po atë zhvillimit e fundit në Beograd në lidhje me heqjen e simboleve shtetërore të Kosovës? Fillimisht duhet të sqarojmë atë që është tashmë shumë e qartë, se ka ndodhur largimi i flamurit, sepse kjo shihet nga pamjet, nga fotografitë. Si veprim është natyrisht totalisht i papranueshëm, është veprim i dënueshëm. Është një praktikë e vazhdueshme e Serbisë në ngjarjet sportive që organizohen në Serbi, duke pamundsuar pjesëmarrjen e Kosovës me simbole, qoftë të ekipeve sportive, qoftë të zyrtarëve të federatave. Ky veprim gjithashtu është edhe kundër vetë rregullave të UEFA-s, që ka qenë bartës e këtij organizimi, pra është kongresi i UEFA-s, ndonse Federata Mikpritëse në këtë rast ka qenë ajo e Serbisë, sepse është mbajtur në Serbi, por ngjarja është e UEFA-s. Dhe për këtë arsye ne presim sqarime nga UEFA-ja. Federata e futbollit të Kosovës tha se simbolet shtetërore kanë qenë aty. Një përgjigje zyrtare për atë se çfarë ka ndodhur, si ka ndodhur, kush e ka bërë, si është toleruar, dhe mbi atë përgjigje presim që ata të ndërmarrin veprime konkrete në raport me gjithë ata që kanë bërë këtë veprim të papranueshëm dhe të dënueshëm. Serbia me këtë veprim, shteti serb rikonfirmon që e vazhdon të njëjtën qasje armiqësore ndaj Kosovës, biles duke mos e kursy as sportin në zbatimin e politikës së saj shoviniste në raport me Kosovën dhe në raport me shqiptarët.